në Zërat e Iliridës do flasim për diçka që prek çdo njeri. Pra shëndetin mendor, ankthin, lodhin emocionale dhe forcën për të ecur përpara. E ftuara ime sot është Aurora Dollenberg, mjeke, psikoterapiste dhe një grua shqiptare që tani prej shumë vitesh ndihmon të shërojmë jo vetëm trupin, por edhe mendjen dhe shpirtin. Unë jam Arbër Bajrami dhe ju mirëpres në Zërat e Iliridës. Përshëndetje Aurora. Përshëndetje Arbër, mirë se të gjeta. Shumë faleminderit që u dakordove për bisedën, me që jetojmë ne në një botë shumë të shpejtë, edhe kemi angazhime plot, edhe me sa duket kjo dinamika e madhe e jetës ose stresi që na krijohet, reflekton edhe në shëndetin ton mendor, psiqik, edhe krijon që ne të largohemi vërtet nga shpirti dhe nga ajo që kemi që na bën njerëz, dhe kështu krijon edhe probleme mendore dhe psiqike. Si e përshkruani ju këtë si psikoterapiste dhe në përvojën tuaj me pacientët, me migrantët në shumicë, por edhe me gjermanët? Unë fillimisht e falenderoj shumë për ftesën, Arbër, sepse mendoj që je ndër zërat më të përshtatshëm për të bërë jo vetëm këtë podcast mbi shëndetin mendor, por në total për shumë tema të ndjeshme për ne si komunitet shqiptar, sepse mendoj që qoftë zëri, qoftë qëndrimi, qoftë personaliteti i personit ka ndikim tek të tjerët, dhe kur kanë dhe pak efekt shërues, siç është dhe vibracioni që jep zëri jot, qetësia, qepërcia, ajo dashamirësia, zëmërgjërsia, mendoj që këto janë emocione të cilat ne shumë mirë dhe sot me anë të podcastit mund t'i përcjellim për shumë pacient, mund ta quajmë, ose shqiptar, të cilët vuajnë nga ankthi, nga çrregullimet e gjumit, shumë shpesh edhe nga faza depresive. Migracioni në vetvete është një barazim ose një formë tjetër e depresionit, për faktin që përbën sfida shumë të mëdha për trurin ton, sfida të cilat e ezaurojnë në pjesën më të madhe të rastit dhe hormonin e lumturisë, me ato krenari, me ato antra që ne vim ndonjëherë nga vendet shqipfolse drejt Gjermanisë, nga ne sot po ju flasim, ose vendeve të Europës, me të vërtet shuhen shumë shpejt këto hormone, kur shohim që këtu vështirësitë që nga gjuha, që nga mikpritja e popullatës ku emigrojmë nuk është shumë optimale, dhe ato vlerat që kemi ne si shqiptar, që jemi gjithmonë dashamirës, mikpritës, nuk i gjejmë gjithmonë këto vlera në Europë. Patjetër që kjo ndikon në cilësinë e shëndetit ton psiqik, prandaj unë si mjeke edhe si psikoterapiste në të përditshmën time, tani pacientin e fundit që përcova para se të lidheshim bashkë, ishim duke qarë dhe duke vajtuar, sepse me të vërtet depresioni dhe ankthi janë sot tema e ditës. A është kjo vetëm një fenomen për ne migrantët, apo është një diçka që edhe gjermanët kanë pasur me kohë më të gjatë problem? Meqenëse unë nga përvojat që kam pasur në kontakt me gjermanët, ata janë të ndarë edhe shumë nga rrethi familjar, jetojnë në shumë të rasteve vetë dhe nuk kam shumë kontakte shoqërore sociale, ti themi. A është kjo një fenomen në përgjithësi këtu në Gjermaninë e Europën perëndimore, apo na përket vetëm migrantëve, neve si grup? Jo, është e vërtet atë që po thua, Arbër, që kontaktet sociale këtu në Gjermani, por edhe vendet nordike të veriore, priren që t'jenë më të pakta. Ne si shqiptar jo më kot, ato kafet që pihen kështu rastësisht, gjoja në kohën e lirë është një formë psikoterapie pa pagesë, mund ta quaj. Patjetër që bëhet gjithmonë pyetja, është gjithmonë shoku ose familjari psikoterapisti më i mirë për ne, sepse jo çdo këshill që na vjen nga njerëzit më të dashur ndikojnë për pozitivisht në shëndetin ton mendor, dhe këtu ndahen pak ato mendimet. Pra unë gjithmonë i këshilloj edhe pacientëve shqiptar që më vinë që është e rëndësishme që ndonjëherë të marrin një mendim objektiv nga profesionistët, njerëz të cilët nuk na njohin personalisht, që nuk kanë konflikt interesi shpirtëror me personin ton, sepse për hir të vërtetës mund të themi që ne si popull shqiptar nuk e kemi shumë atë kulturën e psikoterapisë. Nuk e kemi shumë kulturën e Freudit apo të shumë psikologëve të famshëm që ka prodhuar Europa, Gjermania sidomos. Pra Gjermania është djepi, mund ta themi, psikoterapisë bashkë me Austrinë dhe vende të tjera, se këtu kanë dalë ato kokat më të mëdha, dhe ne si profesionistë ku vim në këto shoqërira të tilla marrim një trashëgimi të një njohurie ndër breza që këto popull e kanë dhe që i kanë dhe në familjet e tyre, jetojnë çdo ditë.
Prandaj kur kam një pacient gjerman, kur flas për depresionin dhe ankthin, janë shumë të lumtur që marrin kohën tënde si mjeke për ta trajtuar si temë, ndërsa kur i thuaj një pacienti shqiptar ke depresion, i duket si një dënim, i duket se kur i vën një etiket diskriminuese, sepse shëndeti mendor në vendet shqipfolse ka shumë stigmatizim akoma, ka shumë paragjykim dhe njerëzit nuk duan të jenë të dobët, nuk duan të quhen se janë me probleme psiqike. Ndërkohë që çrregullimet më të mëdha, si qoftë ankthi psiqike, qoftë depresioni, janë thjesht një shprehje e disa mungesave të disbalancave që ka shëndeti jon, të cilat ne shumë mirë mund t'i rregullojmë duke u kujdesur për veten tonë, për kohën tonë, për menaxhimin e stresit. Pra, nuk janë sëmundje të pashërueshme ose sëmundje të trashëguara në familje. Shumë herë thonë, keni në familje juve, keni gjenet juve për këto sëmundje psiqike. Pra, ne si shqiptari kemi gjetur për çdo gjë që faktikisht është më se njerëzore, sidomos për shëndetin psiqik, i kemi vënë një epitet të gabuar, kemi krijuar mite të gabuara që pengojnë ndonjëherë dhe brezat e rinj të ecin përpara, të kujdesen për veten e tyre, pikërisht sepse mendojnë që zërja i mamas ose i gjyshet ose gjyshes së tyre në kokë që thotë të keqen mamaja ti nuk ke probleme psiqike, familja jo nuk i ka këto gjëra. Këto lloj paragjykimesh që pengojnë që njerëzit ndonjëherë të shkojnë në terapi dhe me të vërtetë të marrin një këshillim, të marrin një edukim, mund ta quajmë të menaxhimit të stresit që i ndihmon ata që të bëhen nesër një individ i adult, i shëndetshëm, që merr përgjegjësi për shëndetin e vet dhe që kryen një jetë në total të balancuar dhe të shëndetshme. Kuptoj, ne atëherë si shoqëri kemi edhe ne një përgjegjësi pra për të ndihmuar këto njerëz që ndoshta kanë probleme mendore apo ankth ose depresion, që të shkojnë në mjek apo të kërkojnë konsultencë nga mjekët. Po si mundemi ne ta kuptojmë se ata kanë nevojë, me që nuk duam të edhe t'i paragjykojmë njerëzit, është edhe një temë shumë personale t'i themi. Si mundemi ne ta kuptojmë si njerëz normal t'i themi, jo mjek, për t'i thënë dikujt shko te mjeku. Është e vërtet pa dashur asnjëherë që dikë si të vëm një etiket që ai të ndihet i paragjykuar, i futur në një sirtar të gabuar të këtyre ndarjeve psiqik dhe jo psiqik. Kështu lloj ndarjesh nuk ka mjekësia e vërtetë, sepse të gjithë ne kemi konfliktet tona shpirtërore. Pra edhe unë që jam mjeke, që jam psikoterapiste, të gjithë psikologët që ushtrojnë çdo ditë këtë profesion, edhe ata duhet vazhdimisht ta përmirësojnë veten e tyre, të trajtojnë fazat e jetës së tyre që ndonjëherë janë me ankth, me depresion. Pra, për sa kohë që jemi njerëz, është më se njerëzore që të përjetojmë edhe ankthin dhe depresionin. Problematike bëhet argur kur një person më shumë se sa 3 muaj nuk fle gjumë mirë, pra fle më pak se sa 6 orë gjatë natës pa ndërprerje, se ka dhe ca që thonë doktoresha më fle 10 orë, por zgjohen çdo gjysmore, dhe kjo është çrregullim gjumi. Pra, pa ndërprerje duhet një i rritur të flejë të paktën 6 deri në 8 orë, që truri i tyre të quhet i qetësuar, i relaksuar për të startuar një ditë të re. Prandaj dhe pacientët për shembull që nuk flen mirë kanë simptomën kryesore që i referojnë dhe familjarëve të tyre shpesh, që janë gjithmonë të lodhur. Pra edhe kur ngrihen në mëngjes nuk kanë fuqi të bëjnë dhe gjërat më të thjeshta, dhe jo më pasaj profesionin, pasaj vjen familja ose punët e tjera që janë në ditën në përditshmërinë tonë. Pra, nëse dëgjojmë si dikush është vazhdimisht i lodhur, duhet të shkojmë tek mjekët për të bërë fillimisht një kontroll të trupit, sepse patjetër që mund të jetë tiroideja arsyeja, pra një funksioni ulët i tiroidës jep lodhje të vazhdueshme, mund të jetë një mungesë hekuri kronike, e cila kur depot e hekurit shkojnë drejt zero, mos të çuditësh shumë pacient që janë të kputur dhe nuk kanë fuqi muskulare më. Mund të jetë një mungesë vitamine D që prej vitesh nuk trajtohet dhe ky pacient nuk e ka qef diellin, nuk del as në verë shumë gjatë në diell, punon gjithë kohën, edhe është i zbet në fytyrë, edhe duhet edhe aty të dyshojmë që ky pacient ka nevojë për analizë gjaku për të parë se mos i mungojnë vitaminat, dhe pasi ke kontrolluar trupin që a kemi mungesa të caktuara, a kemi anemira, a kemi një çrregullim hormonal, pasi kemi përjashtuar të gjitha këto, dhe në rastin më të mirë i kemi trajtuar ose nuk kemi gjetur asnjëra prej tyre dhe mbetet përsëri pyetja nga vjen lodhja, atëherë duhet të pyesim gjithmonë si e ka gjumin.
Dhe gjumi është maja e icebergut për të gjitha sëmundjet psikologjike. Pra, në momentin që një pacient nuk flet gjuhë mirë, nuk e bën këtë sepse ka frikë, pra ka ankthe të ndryshme, të cilat e mbajnë zgjuar gjatë natës sepse është shumë perfekcionist dhe nuk e di si do ta menaxhoj nesër ditën, punën. Gjithçka i bën akt sepse do që të jetë gjithmonë 100% dhe këtë e kanë shumë brez i ri. Të gjithë duan të jenë perfekt. Dhe kjo është një tendencë, një modë e cila patjetër që çon në pagjumësira dhe në çrregullimet e ankthit. Pastaj kemi edhe pacientë të cilët janë ezauruar të komplet energjitë sepse prej vitesh bëjnë një stil jetese shumë stresuese, bëjnë një stil jetese që i mbigarkon kaq shumë sa që kalojnë në depresion, truri i tyre nuk prodhon më hormone lumturie dhe nuk kemi të bëjmë vetëm me një çrregullim humori të një dite, por ky depresion zgjat për më shumë se sa 3 muaj, më shumë se 6 muaj. Dhe këto pacient nuk mund t'i themi që ha se kalon. Ta duhet të shkojnë tek mjeku dhe nga mjeku pse jo pastaj edhe për një terapi pak më afatgjate, pra që të shkojnë një herë në javë te psikologu, në mënyrë të tillë që këtë stil jetese në thonjza të gabuar e kanë menduar që ka qenë shumë në rregull ata, por ja që trupi thotë të kundërtën, truri thotë të kundërtën, që është shumë më shumë se ç'duhet, pra një depresion, një ankth mund t'i trajtojmë më së miri për sa kohë që kujdesemi, marrim kohën për të dhe shkojmë tek mjeku dhe tek psikologu. Kur flasim ne për modën edhe për stilat e jetës, tani shohim me konsumimin mediatik, me që jemi shumë të ekspozuar në rrjetet sociale gjithkohës, në media, në për filme, jemi gjithkohës me sa duke u marr me gjëra tjera dhe as pak në vetveten dhe nuk arrim të kemi pushim vërtet shpirtëror ose të mbyllim syt brenda ditës dhe të pushojmë vërtet, me që gjithmonë jemi aktiv duke marrë informacione. A ruan edhe kjo një rolin e vet në keqësimin e situatës shëndetit mendor dhe psiqik? Shumë e drejtë, jeta me kaq shumë intensitet në rrjetet sociale, monitorimi mund ta quajmë që nga Big Brotherat edhe të gjitha gjërat që ndodhin edhe në botën shqiptare që i mban shqiptarinë zgjuar, politikrat, gjithçka, pra vazhdimisht është një lajm i fundit i cili bën bujë dhe shumë prej këtyre qytetarëve, zonjave shqiptare që i marrin shumë emocionalisht këto lloj informacione, e kanë një çrregullim gjumi dhe duke mbi vendosur pastaj dhe rrjetet sociale, të qenë gjithmonë me celular në dorë duke parë çfarë po ndodh, bën që të largohemi gjithnjë më tepër nga vetja jon, nga problemet e shëndetit tonë dhe të fokusohemi vetëm tek të tjerat, çfarë ndodh tek të tjerat, duke bërë që ne të krahasohemi arbër vazhdimisht me të tjerat. Kjo sfidë e vazhdueshme që kemi me të tjerat, duke thënë vetes shko, këta të tjerët u bën të pasur, këta u bën të famshëm, këta arritën këto grada shkencore, po unë, ku mbetem unë në të gjithë këtë histori, në të gjithë të rrjetëzim të njerëzve, kjo është tepër e dëmshme për psiqikën, sepse ne e bombardojmë trurin tonë me informacione që mbase në 90% të rasteve nuk janë as të vërteta. Pra, çfarë transmetohet nëpër media janë të egzageruara dhe të lustruara me shkëlqime të ndryshme që nuk kanë lidhje me realitetin e vërtet, por shumë ndjekës të rrjeteve sociale i besojnë këto dhe i marrin si standarde të vërtetës duke krahasuar veten e tyre dhe në fund të ditës dalin që këto janë njerëz që nuk janë shumë sportiv, nuk kanë peshën e dur, nuk kanë bukurinë e dur, ose pasurinë, mjetet e dura dhe të gjitha këto të bëjnë depresiv. Prandaj një ndër këshillat që ne japim në psikoterapi është që me të vërtetë të distancohen në total nga këto krahasimet, nga edhe para gjumit, për shembull, është e këshilluar që të paktën 2 orë para se të shkojnë në shtrat, duhet të heqin celularin nga dora, sepse thjesht ajo rrezatimi me rrezet blu që japen ekranet, qoftë celularit, qoftë të kompjuterave, e rrezatojnë trurin ton me rreze kaq të dëmshme që e çrregullojnë ritmin e gjumit. E fillojmë thjesht nga ana organike. Pastaj bombardimi me të gjitha këto informacione që janë pothuajse 99% të rasteve të panevojshme dhe jo relevante për jetën tonë, pra që nuk na sjellin ndonjë dobi në jetën tonë, të gjitha këto bëjnë që të lind një çrregullim gjumi, të kemi një stres kronik që na duket sikur jemi shumë brapa se të gjithë po ecin përpara dhe ne kemi mbetur mbrapa. Pra ne i shkaktojmë vetes tonë më kot stres pikërisht nga ekranet dhe nga rrjetet sociale. Pra shohim që ky stresi psiqik
relativisht shpejt e ndjejmë edhe në trup, edhe në pasojat trupore më pas, me mungesën e gjumit, po ndoshta edhe me çrregullimin e ditës në përgjithësi. Çfarë rasti ke pati konkretisht tani në këto vitet e fundit, kur ke punuar në ndonjë rast që të ka bërë të mendosh ty edhe të themi të paraqitesh në rrjetet sociale dhe në mediume që që t'ju japish njerëzve këshilla që mos të bien edhe ata në një vrim kaq të thellë që pastaj ju duhet ndihmë për të dalur nga ajo vrim. Është me të vërtet informimi është diçka shumë e rëndësishme e quaj unë, sepse sa më shumë të dim për shëndetin ton, për strategji se si të menaxhojmë stresin, aq më të zot bëhemi në të përditshme që të vendosim kufi. Ku fillon detyra jonë dhe ku mbaron ajo, pa u mbi ngarkuar, sepse shumë prej nesh e kemi atë problematikën, duam t'i bëjmë të gjitha gjëra, duam t'i kënaqim të gjithë, kolegët, familjarët, dhe shohim që dita ka vetëm 24 orë, prandaj një ndër gjërat që unë e quaj shumë pozitive, për shembull me anë të këtyre podcasteve, me këshillimet që japim edhe me rrugët mediatike, është që ne informojmë këto pacient pra që të marrin një diçka të dobishme për shëndetin e tyre, për të përditshmën e tyre. Jo informacione se si nga sot për nesër të bëhemi të dobët, të bukur, të famshëm, këto janë gjëra utopike që në mjeksi nuk ekzistojnë dhe nuk janë dhe mbi të gjitha të shëndetshme. Shëndeti, qoftë fizik edhe ai psiqik, është një rrugëtim që kërkon shumë investim në kohë, kërkon dituri, prandaj dhe informimi është i rëndësishëm dhe unë e jap me kënaqësi falas ti e fole arbër përgjithësia. Ne si shqiptar mendoj që kemi vuajtur, që kemi ardhur këtu ku jemi në vendet e emigruara, sa askush nuk emigron nga dëshira dhe nga bollëku, por emigron nga mungesat, nga deficitet. Largohesh nga shtëpia jote, nga ajo foleja jote e ngrohtë për të vatur në një vend të ftohtë siç jemi këtu në Gjermani. Dhe ky rrugëtim është i mbushur me depresione, me ankthje, me vuajtje. Dhe përsëri ne të dy jemi sot para mikrofonit dhe përpiqemi të motivojmë të tjerët se si t'i përballojnë këto, sepse mendoj që është përgjegjësi që atë që ne na ka munguar të paktën të kemi mundësi t'u japim një përqindje të caktuar edhe të tjerëve që janë në të njëjtin pozicion si ne, pra që kanë vështirësira të ndryshme në jetën e tyre, qoftë shëndetësore për dhe vështirësira të tjera. Prandaj unë e quaj të padiskutueshme që nga koha ime e lire sakrifikoj për të informuar, sepse mendoj që zëra të shëndetshëm, që me të vërtet ne harxojmë disa orë në ditë para ekraneve, por ta harxojmë për të marrë një informacion që e rrit cilësinë e jetës tonë, që na bën ne më të fortë, më të vetëdijshëm për personin ton, të jemi gra më të motivuara, të jemi burra të cilët dinë të menaxhojnë stresin, fëmijë që nuk kalojnë që në moshë të re në ankthje, në depresione, sepse askush nuk kujdeset, por e kanë një informim. Pra mendoj që njohuria është baza për të luftuar shumë sëmundje psiqike sidomos, por edhe ato shëndetësore, fizike. Dhe me të vërtet rasti më i fundit, se më pyete kush është rasti më i fundit ekstrem që kam përjetuar për shembull në klinik, kam pasur një 17 vjeçar i cili me të vërtet pothuajse është i paralizuar sepse gjithë kohën e kam pasur kokën poshtë dhe duke nxjerr një prej rruazave të qafës dhe duke bllokuar komplet nervat dhe nuk lëviz dot duart dhe këmbën. Tani është gati për të futur në operim për të rregulluar rruazat e qafës, sepse celulari, ekranet kanë qenë pothuajse 20 orë nga 24 në ditë, pra shumë pak ka fjetur gjumë, muskujt e kontraktuar dhe prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme që sikundër themi pak para ekranit, por atë kohë që do e harxojmë dhe është diçka e paevitueshme se dikun qoftë në punë, qoftë na lidh me telefonin dhe me ekranet, përsëri ta investojmë me mençuri për t'i bërë një dobi vetes tonë dhe jo për të bërë klikime falas lajmeve që na japin dhe më shumë ankthje, për të bërë klikime falas informacioneve që janë vetëm fast food për shpirtin ton dhe na bëjnë akoma më të sëmurë. Shumë për të ardhur keq ky rasti ekstrem që tregove edhe ti, Aurora, po në të vërtet janë nisur disa vet asaj rrugë dhe është vështirë për të ndalur pastaj pa ndihmë dhe pa informacione ose pa kujdesin e dikujt nga informatat që japim edhe ne sot. Shpresoj që të ketë raste edhe më pak të tilla dhe mos të shtohen ato,
sepse kur shikon për transportin publik apo njerëz në publik gjithmonë në Gjermani të paktën, gjithmonë i shikon njerëzit duke krusur kokën edhe në celular gjatë gjithë kohës. Po të flasim edhe tani me që more një rast ekstrem që me siguri edhe prekin edhe ty, Aurora, si person, rasteve ekstreme, dhe me që do na ngjojnë edhe me siguri edhe mjek edhe njerëz që punojnë në mjekësi, si duhet të mbrohet dhe të ruaj shëndetin mendor një mjeke ku ka raste të tilla, po ndoshta edhe raste më të vështira. Si e përballon ti personalisht këtë stres që krijohet nga puna ose nga këta rastet ekstreme? Të falenderoj shumë për pyetjen Arbër, se një prej pacientëve sot duhet ja referoja këtë gjë që problemet e saj i mora me vete në shtëpi, ishin probleme kryesisht psiqike, gjithë familja vuan nga problemet të shëndetit psiqik, pikërisht sepse personat për shembull në një familje kanë qoftë një çrregullim bipolariteti, dikush tjetër ka anksin, mamaja ka depresionin, fëmijët të gjithë vuajnë nga ky rrjet i mbi ngarkuar emocionesh që nuk arrin as të rriturit i rregullojnë. Pra, imagjinoni fëmijët janë pastaj direkt të prekurit në momentin që adultët e një familje nuk kanë një kontroll të mirë mbi shëndetin e tyre psiqik dhe nuk e lejojnë trajtimin, nuk e pranojnë trajtimin. Dhe pacientët të tillë patjetër vinë përdita dhe kërkojnë një ndihmë, po e duan sot, e duan më njëherë, diçka që është krijuar prej një dekade, më shumë se sa 20 vjetësh vuan bashorti, po e quajmë nga bipolariteti, dhe gruaja po ashtu përpiqet ta mbrojë bashortin dhe kërkon një ndihmë, po e kërkon një ndihmë jo realiste që është një rrugëtim në vetvete. Dhe këto probleme ne si profesionistë shumë shpesh i marrim me vete edhe kur shkojmë në shtëpinë tonë dhe na vjen dhe keq, duam t'i ndihmojmë, por një gjë e kam mësuar Arbër, të paktën nga këto 15 vjetë eksperiencë që kam deri tani si mjeke, që për çdo gjë ka një kufi. Ne mund të ndihmojmë, qoftë familjarët tanë, qoftë veten tonë, por në një mas të caktuar, dhe duhet të krijojmë kufi. Pra në momentin që ne nuk dim t'i themi jo, një kërkese që ndonjëherë vjen si një detyrim, për shembull nga familjarët, nga shoqëria, që ne të ndihmojmë, të jemi të gjendur në 24 orë, sepse janë mësuar shumë persona që ne jemi të gjendshëm, ne jemi ata që ndihmojmë dhe u zgjidhim problemet. Në momentin që ne nuk e ndryshojmë këtë stil jetese, dhe ne pikërisht mjekët ose bluzat e bardha e kanë këtë sindromin e Nën Terezës. Pra ne e kërkojmë aktivisht që të ndihmën që t'ua japim të tjerëve, dhe na duket sikur nuk jemi të dobishëm në momentin që nuk na kërkon njëri ndihmë, dhe kjo është ai rreziku ndonjëherë që qoftë neve si ekspert që e kemi si profesion të jemi Nën Tereza, por edhe ata të cilët një anvist, një zonjë shqiptare që është gjithmonë për familjen, për fëmijët e saj, që sakrifikohet, por asnjëherë nuk mendon po unë ku mbetem në të gjithë këtë histori. Sa u kujdesa unë sot për të qetësuar për veten time, për të dalë nga kjo vorbulla e emocioneve negative, zëmërimeve, trishtimeve që njerëzit e tjerë përreth nesh na i sjellin vazhdimisht, gjithmonë në shpresën që neve t'ua mbajmë, t'i hedhim në krahun ton ato trishtimet e tyre dhe ne të jemi ajo ena mbajtëse e të gjitha këtyre emocioneve negative. Në fund të ditës duhet edhe vetë ena të ketë mundësi që të riciklohet, pra ne ta zbrazemi të gjithë të negativitet dhe të themi që me të vërtetë edhe mjekësia dhe shkenca ka kufit e vet dhe ne nuk mund të shpëtojmë çdo njeri. Dhe mbi të gjitha detyra kryesore është të shpëtojmë çdo ditë veten tonë nga ai depresioni, nga lodhja e tepruar, sepse në momentin, i them gjithmonë pacientëve të mi, në momentin që ti vetë nuk e shpëton dot veten tënde, nuk mund të ndihmosh askënd tjetër. Prandaj terapia më e mirë është ta fillosh me veten, dhe në momentin që ne jemi të fuqishëm, të kemi fjetur mirë, nuk vuajmë nga ankthi, nuk vjen nga depresioni, kemi mundësi në një kohë të caktuar, në një dozë të caktuar, jo 24 orë, të ndihmojmë dhe të tjerët. Dhe është përgjegjësia e secilit prej nesh shëndeti jon. Pra nuk mund të Arbrin ta bëj përgjegjës meqense Arbri është një mik i mirë, një shok i mirë, një familjar i mirë, hajde ti më mba mua në krah, sepse ne si shqiptar kështu e kemi, mbajmë të gjithë njëri tjetrin në krah. Kështu nuk duhet të funksionojë, sepse ai person që mban të gjithë sëmuret dhe të gjithë të tjerët bëhen përtaca, bëhen dembela dhe nuk marrin kurrë përgjegjësi për jetën e tyre.
ti në fakt në këtë koncept je një shembull shumë i mirë për shumë mjek, Aurora, me që je dhe bashkëthemeluese dhe drejtuese e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë, me që angazhohesh privatisht shumë në këtë shoqat për të ndihmuar mjek tjerë, dhe uroj dhe shpresoj mos jesh e mirëngarkuar edhe ti nga gjithë ky angazhim, po puna që bën vërtet ka një rëndësi shumë të madhe për mjekët, të themi për mjekët që vinë kryesisht nga Ballkani, nga bota shqipfolse, ti themi më konkretisht me që keni më shumë kontakt me ato. Na thuaj pak për shoqatën dhe për organizimin dhe çfarë është qëllimi juaj si shoqatë dhe si Federatë e Mjekëve Shqiptar. Shumë bukur e lidhe Arbër, sepse unë që këshilloj dhe e bëj me shumë kënaqësi gjithmonë, qoftë pacientë, qoftë për rrjetet sociale me atë mundësinë time që t'i jap fala çdo lloj këshille, përsëri edhe ne vetë duhet kujdesemi se unë di për shembull pothuajse nuk kam fjetur shumë mirë sepse duhet të bëja një agjend për një konferencë mjekësore që kemi javës tjetër në Tiranë. Dhe ajo përgjegjësia që kemi, dëshira kemi që t'i bëjmë gjërat 100%, sidomos mbase na është futur edhe pak kjo mentaliteti gjerman, me të vërtetë nuk kam thjetur fare mirë, sepse agjenda nuk ka mbaruar, antra se si të mbaroj këtë detyrë dhe detyrën tjetër, dhe gjithmonë duke e theksuar që të gjitha duke i paguar nga xhepi, nga rroga jon, nga buxheti i familjes ton, për të ndihmuar të tjerat. Gjë që është mendoj një gjë e re për mentalitetin shqiptar, se shoqatat në vendet shqipfolse, sidomos në këto dekadat e fundit, në 30 vitet e fundit, ndonjëherë janë për shembull se si të përdorësh, mund ta quajmë resorset e publike, të përdorësh bujarinë e shumë njerëzve për të përfituar personalisht, dhe nuk kanë qenë shoqatat patjetër ai shembulli që e njohim ne këtu në Arbër në Gjermani, që kur thuaj që janë bëjnë punë vullnetare, është 100% vullnetare, madje paguajnë ndonjëherë vetë biletat dhe ato shpenzimet e tyre për të shkuar në një event, për ta organizuar atë event. Dhe unë më ka pëlqyer shumë ky mentalitet gjerman që kur kam ardhur në fillim, sepse kështu kam qenë, mbase kam qenë një nën Terezë e vogël që në Shqipëri, dhe Gjermania më dha më shumë krah, që këtë pjesë të timen që mendoj që është një detyrim që në momentin që ti ke pak më shumë se sa mesatarja, pra me anë të rrogës së mjekut ti ke një rrogë të mirë, dhe unë e quaj detyrim moral që 1% të fondeve të mia personale ti donoj për federatën, që ti mbaj në kamp ato aktivitete që ne bëjmë, ti ftojmë mjekët nga gjithë Europa, të mblidhemi për shkakun që të bëjmë të shtunën tjetër në Tiranë, në 30 maj e kemi një kongresin e 27. Pra është një numër goxha i madh që është ndërtuar ndër vite, në 16 vite tashmë histori që ka federata, janë bërë konferenca të përvitshme, pandemia e shtovi edhe pak më tepër sepse nevoja ishte më e madhe, na bashkovi dhe më shumë, edhe pse pati ato efektet e veta, por për ne si shqiptari mendoj që u gjetëm shumë koka shqiptare mjek në përmbar Europën, dhe ne vazhdojmë punën. Unë përpiqem që me anë të federatës Arbër të jap gjithmonë atë shembullin tim të vogël që humanizmi duhet filloj gjithmonë nga vetja, jo të tregojmë nuk ndihmojnë, nuk bëjnë ata, unë them që ç'a bën ti personalisht, ku po kontribon, dhe them çdo folsi që në vjen nga Danimarka javës tjetër për doktor profesor Nergjipi, që lë mbyll klinikën sikundër dhe unë dhe vjen në Tiranë ekstra, i them na Filanda, doktor Edi dhe Edmondi, që edhe ai e mbyll punën e vet, sakrifikon nga pushimet personale për të ardhur. Pra, të gjithë këto mjek që vinë me forcat e tyre, pa u paguar asnjë bilet, asnjë gjë, unë mendoj që ky është kontributi. Dhe këto persona mendoj që janë një tip shembulli që jo vetëm tek rrjethet e mjekëve, por të qytetarëve në total në shqiptari të kemi më tek për bujari dhe të mendojmë edhe për tjetrin, sepse jo të gjithë e kanë shëndetin e mirë, jo të gjithë e kanë fuqinë ekonomike, jo të gjithë e kanë njohurinë për gjëra të caktuara, dhe pse jo mos të bëjmë edhe ne si gjermanët, edhe si holandezët, që me të vërtet janë shumë herë më social dhe punën vullnetare e quajnë një rritje të cilësisë së tyre shpirtërore, jetës shpirtërore, të shëndetit psiqik. Sepse unë e vërri tek vetja ime Arbër në momentin që unë bëj diçka për të tjerët, sidomos për mjekët e rinj, ata studentët që janë super të lumtur, që kaq shumë eksperta po vinë, po japin certifikata falas, kredite falas, i mikpresin me dashuri dhe me kolegialitet, dhe jo me këtë arrogancën që ndonjëri tipizon mjekët e Ballkanit në total, jo vetëm shqiptar, që unë jam profesori dhe
duke si gjysmë zot. Unë këto lloj mitesh duaj që të ikin nga mentaliteti jon, duaj që të gjithë të ndjen të barabartë, edhe mjeku me pacientin, domethënë të i flasin në një nivel dhe jo me atë diskrepancën që unë jam ky profesionist dhe ti je poshtë meje. Unë gjithmonë i kemi dhe infermierët, fizioterapistët, laborantët në për konferencat tona dhe gjithmonë pyesin ata në lejohet edhe ne të vim në konferencën e mjekëve, po. Unë i përfshi ekstra sepse e dua këtë barazi dhe kolegialitet, respekt reciprok midis profesionistëve, midis pacientit dhe mjekut, sepse mendoj që një botë humane nuk ka nevojë për një hierarki diskriminuese, nuk ka nevojë për të bërë mistere për gjëra që ne si profesionisti dim. Pra ta japim dijen falas, ta japim kreditet e certifikatat falas, vetëm kështu mund të esti me shembullin e mirë që të shpreson që nesër edhe vendet shqiptare të bëhen e Europë. Shohim ne dhe vjen për të përshëndetur shumë, është për të përshëndetur shumë kjo mendësi që e tregon ti Aurora, se është me të vërtet diçka që e ndjen shumë në Gjermani, për shembull shumë migrant që ndoshta nuk e din të flasin edhe mirë gjuhën gjermane dhe ndeshen kur shkojnë te mjekët shumë shpesh me një arrogancë ose një mos mikpritje nga ana e mjekëve gjerman. Ndoshta ajo ka të bëjë vetëm me gjuhën konkretisht, por ka ndoshta të bëjë edhe me atë çështjen kulturore. Jo vetëm, edhe me diskriminimin, se racizmin e dim që ekziston, pavarësisht të gjithë humanizmit, pavarësisht janë bluza të bardha, unë vetë si mjeke diskriminohem nga kolegët e mi gjerman sot e kësaj dite. Edhe sot e kësaj dite, që jemi në të njëjtën shoqat, unë kontribuoj dhe të shoqata e mjekëve shqiptar gjerman këtu në qytetin ku jam, edhe me të vërtet ku e ku të përjashtojnë, kolegë më kolegë, imagjino se çfarë u bëjnë ata pacientëve shqiptar që thonë që pra nuk e dëgjojnë as edhe një minutë nuk shkon vizita e një pacienti emigrant tek mjeku gjerman dhe unë e përjetoj çdo ditë këtë gjë. Edhe këto nuk a bën, këtyre emigrantëve a bëjnë në çdo lloj rasti, po dhe vetë pacientëve gjerman janë me këtë arrogancën sepse mjekët gjerman ecën akoma me atë mentalitetin e vjetër që ti je mjek është një status i jashtëzakonshëm dhe brezjet e ri si unë ose brezat akoma më të rinj kanë futur këtë mentalitetin që duhet të jemi më të hapur dhe më human, se më përpara kanë qenë si gjysmë zot edhe këta. Mos i bëjmë të pafajshëm. Jo, vërtet ashtu se ka dhe pjesat e mira dhe pjesat e këqija edhe në sistemi shëndetësor në Gjermani, po vërtet se ai sistemi i humanizmit në Gjermani ka vërtet një sistem humanizmi, si qyteti me anë të shoqata dhe me vullnetarin që tregojnë mjekët shpesh në Gjermani dhe është për të përshëndetur që marrim ne një shembull të mirë për ta përfaqësuar edhe të shqiptarët dhe t'i lëm anash ata shembuj që ndoshta janë jo shumë të mira. Flasim edhe ndoshta për një temë tjetër që prek shumë studentë të medicinës, të themi në rast të parë, që e kanë ëndrrën të punojnë në Europë me që kushtet në botën shqipfolse janë ata që janë, nuk janë të mira as pak, as për njerëzit, por edhe ata për mjekët, as për infermierët në përgjithësi. Çfarë do ishte mesazhi juaj ose si i mbështetni ju si federat mjekët që vinë nga bota shqiptare këtu në Europë? Unë arbër i shikoj gjithmonë mjekët e rinj, po sidomos dhe studentët si fokusin e federatës, sepse mendoj që në qoftë se duam të bëjmë ndryshime në vendet shqipfolse, patjetër duhem të brezi i ri. Ata do jenë e ardhmja pas disa vitesh, dekadash, kështu që te brezi i vjetër mund të ndikojmë në një mas të caktuar, ata që e kanë dëshirën që bashkëpunojnë, ne shohim që kemi tek rangun e profesorave, qoftë në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, kemi shumë kontribues që kanë të njëjtin mentalitet evropian, punojnë në mënyrë shumë humane, nuk janë tek ato mjekët që marrin lek pacientëve sepse edhe vetë nuk e përshëndesin këto fenomenet shqiptare ose ballkanase që për çdo gjë paguhen nën dorë për të marrë një shërbim të mirë, por dhe ata tentojnë që të jenë sikundur edhe e gjithë Europa, domethënë me të vërtetë me shumë etik. Kjo është kategoria që ne vazhdimisht bashkëpunojmë dhe ndihemi shumë krenar që i kemi ata se janë ata që e mbajnë vendet tona. Por pastaj vjen brezi i ri të cilët kërkojnë një model që duan ta ndjekin, duan një shembull dhe ata që cilën rrugë të ndjekim doktoresha, të vimë në Gjermani, të rrim këtu ku jemi,
Edhe unë eci gjithmonë me atë shpresën që me këto konferenca të përvitshme që ne bëjmë në vendet shqipfolse, kësa radhe kemi në Shqipëri, vitin e kaluar ishim në Kosovë, në Maqedoni jemi vazhdimisht sepse studentët aty kanë një nevojë të jashtëzakonshme dhe unë i quaj do studentët e mi më të preferuar, më të dashur se ata me të vërtet me duar në qafë në thojsa na presin kur jemi sepse për ta jemi sidomos si një tip shpëtimi që sjellim Europën, sjellim dijen dhe dinjitetin mbi të gjitha të studentit të mjekësisë dhe na shikojnë si një krah shumë të mirë, shumë të madh edhe për të ardhmen e tyre. Prandaj unë gjithmonë eci me mentalitetin që si ta përmirësojmë aty ku janë, që ata mos të jenë të detyruar të ikin për gjithmonë, mbase të vijmë pse jo për një eksperiencë, të gjithë duam të dimë si funksionon jashtë Shqipëria, Kosovë ose Maqedonia mjekësia dhe pse jo të marrim më të mirën e saj, por pse jo mos t'i vënë rrënjët aty dhe të ndërtojnë një mjekësi të re, një fytyrë të re, të bërit, të shëndetit të mirë, pa u marrë lek pacientëve, pa u bërë diagnozat gabuara, pa i të vuar të gjithë në për farmacira që ti marrin pa receta ato medikamentet, duke bërë vetëm prodhojt lek dhe pacienti vuan edhe më shumë, sa më shumë medikamentet gabuara, aq më shumë vuan në thonjsa se ato nuk veprojnë, vjen një moment që nuk veprojnë më. Pra të gjitha këto fenomene që ne i kemi përjetuar që nga fëmiria jonë, nuk është diçka që na i kanë treguar. Unë vetë i përjetoj sot e kësa ditë vete në farmaci dhe marr pa medikament, pa një recept medikamentit, domethënë ne këtu në Gjermani nuk mund ta përfytyrojmë këtë gjë dhe prandaj dhe tema që kemi për shembull për konferencën në javës tjetër është rezistenca ndaj antibiotikëve, sepse në Shqipëri shpërndarën antibiotikët si bombona. Se kur thua nuk kanë asnjë efekt ato, kur e kemi infekcionin duam që të veprojnë 100%, dhe na shpëtojnë jetën dhe pastaj marrin për çdo grip, duke bërë që këto medikamentet humbasin komplet fuqinë e tyre shpëtuese, duke u shndruar pastaj vetëm në dëmtues të zorrës dhe të shëndetit ton. Pra, ka shumë fenomene që janë më së aktuale edhe pse kanë qenë para 20 vjetësh problem, vazhdojnë që të jenë në vendet tona problem dhe është detyrë mendoj unë për ne mjekët që deri diku kemi parë një model tjetër, të rikthehemi në vendet tona dhe të japim atë zërin ton, të themi që kështu është realiteti, këtë dije e keni falas, këtë certifikim evropian i keni falas dhe ju të dashur student mendojeni 2 herë para se të ikni, sepse gjithçka që ka Europa e keni dhe ju në vendin tuaj dhe mund ta ndërtoni me duart tuaja që të jetë më mirë. Unë dëshira ime është që të jemi më mirë se Europa, të marrim më të mirën e Europës dhe të ndërtojmë një model të ri që dhe Europa të na ketë zili. Ashtu është vërtet, ajo do ishte ndoshta qëllimi kryesor, me që siç përmendë ti, ky vullneti dhe kjo zemërgjërsia që kemi ne si kualitet ne që vim themi nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Kosova, ndoshta nuk duhet ta harrojmë kur të fillojmë jetën profesionale, po ta bëjmë pjesë të asaj profesionalizmit që e mëson ndoshta në Europë, ku njerëzit janë vërtet ndoshta shumë profesional dhe harrojnë atë çështje njerëzore. Ti e përmende një temë pak gjatë bisedës për racizmin, ndoshta që ke takuar edhe që takon ende nga kolegët që përjeton nga kolegët gjerman. Por si ishte fillimi për ty, Aurora, ku erdhe fillim në Gjermani? Me siguri ishte një fillim i vështirë, apo? Definitivisht, sepse në momentin që ti thua, ose po të thoja që vi nga Amerika, më trajtonin se ndonjëra ngatronin as tek si arbër, mendonin se unë kisha anglishtën e kemi pasur gjithmonë gjuhën e parë dhe gjermanishtja ishte një aksident, mund ta quajmë që unë deshëm të mësonim gjermanishten dhe shumë fjalë gjermanisht i thonin pak me atë theksin anglez dhe shumë shpesh më thonin kur i thoja vi nga Albania, thoshe Alabama, Nein, jo Alabama, vi nga Shqipëria dhe ashtu u rrudhesh fytyra. Kur thoni Amerikë, kapte një optimizëm, një respekt i jashtëzakonshëm, sa thoshe Shqipëri, aha. Domethënë kalonte në të kundërt ajo entuziazmi dhe kjo ishte shumë e trishtur sepse njeriu mbetet njeri. Vlera mbetet vlerë dhe mos të harrojmë që studentët tanë, mjekët tanë të rinj janë shumë të përgatitur. Pra janë studentë që ku shkojnë edhe në një spital gjerman i bën përshtypje të jashtëzakonshme që kanë kaq shumë njohuri, janë kaq shumë të zellshëm, kaq shumë dashamirës, këtë pjesën njerëzore që ti i the arbër është një ndër kompetencat kryesore që ne në ana psikoterapiste i quajmë si mjet për menaxhimin e stresit, të mbijetesës. Pra një person që është gjithmonë optimist, i gatshëm, ka vullnet, nuk e gjen gjithmonë në Europë.
gjeneratat shumë të reja ajo gjenerata Z që i quajmë neve në Europë, ndonjëherë janë që me 20 vjeç janë me burnout, pra janë të lodhur, i ka kapur depresioni i mirëqenies. Prandaj edhe ato sfidat që kanë base studenti i mjekësisë aty në Tetov, në Shkup, në Prishtinë ose në Tiranë, ato i kanë bërë ata faktikisht edhe më të kalitur, edhe më luftarak, që kur vin këtu në Gjermani, edhe pse gjuhën nuk e kanë perfekte, përsëri çajnë dhe dominojnë, mund ta quaj, me atë krenarinë e shqiptarit, me atë njohurinë që i tipizon. Prandaj dhe them që ne kemi potencialin që të jemi ndër vendet, edhe pse jemi vende të vogla, që të shkëlqejmë edhe në bërjen e një mjekësie të mirë, për sa kohë që sistemi është favorizues dhe nuk i detyron mjekët ose studentët që me të vërtet vetëm të luftojnë dhe mos të shijojnë pak nga aftësitë e tyre. Prandaj racizmi këtu në Gjermani nuk e quaj të justifikuar sepse ne nuk jemi mjek me cilësi më të ulët, vim thjesht në një vende të varfra që indirekt na kanë dëbuar, pra kur mamaja jote të nxjerr nga shtëpia, atë mos të presim që njerë ka pra vendi ku kemi emigruar të na trajtojë më mirë. Kjo është fatkeqësia e shumë të emigruarve shqiptar. Se kohës së fundit kanë ardhur shumë nga Europa, mjekë dhe infermierë në përgjithësi në gjithë repartet e mjekësisë në Gjermani dhe ka kërkesa është në rritje dhe me sa duket mungon edhe do mungoj pastaj në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni shumë personel për të mbushur ose spitalet me mjek. A sheh si problem për vendet e Ballkanit, i themi në përgjithësi, por edhe në vendet shqiptare, se mund të vinë ndoshta pas 10 viteve që nuk do ketë më ardhmëri në mjekësi, me që nuk do ketë kuadro për mjekësi dhe do mbyllen spitale, do përqendrohet ndoshta vetëm në Tiranë, në Prishtinë apo në Shkup spitalet dhe mjekësia. Është një realitet që tashmë është duke ndodhur arbër që në rajonet, në fshatrat e shumë vendeve shqipfolse nuk ka më mjek. Ka mbase një infermier që e mban atë ambulancën, mat një tension, nuk merret as gjaku, urgjenca gjithmonë dërgohet në qytetet e mëdha dhe nëse rrugëtimi nga Shkupi deri në një zonë periferike ose nga Tirana deri në një qytet të vogël, fshat të vogël të Shqipërisë gjatë 3 orë, pacienti mund të vdesë gjatë rrugës. Edhe aty thuhet e ka fajin infrastruktura, e keni vetë fajin që jeni në fshat, i bie dhe prandaj edhe shumë qytetar shqiptar ikin nga periferia sepse thonë të paktën në një qytet më të madh kanë një spitalin afër, kanë një vend pune më shumë. Pra, kjo është një mënyrë se si ne boshatisim zonën rurale, zonat të cilat me të vërtet kanë pasuri natyrore, kanë potencial për turizëm, për gjithçka tjetër, për bujqësi, blegtori. Pra ne nuk mund të pretendojmë që mund të kemi si vende shqipfolse një mirëqenie për ata pensionista, për ata breza që kanë vendosur të luftojnë në vendet tona. Në momentin që pjesa më e madhe njerëzve ikin nga fshati drejt qytetit, ata që janë kokat në qytet, pra që janë ekspertët që kanë investuar në universitete për të bërë mjek, avokat, informaticien, vendosin të vinë pasaj drejt Europës, kryesisht drejt Gjermanisë momentalisht, sepse Gjermania ka nevojë do të t'i marri, po i thithë se një magnet dhe ato që ne u marrim vendeve shqipfolse, patjetër mbeten vakante këto vende, mbeten poshtë. Edhe patjetër që kur kërkojmë reforma në për vendet shqipfolse, me kë do t'i bëjmë të gjitha këto ndryshime? Mund t'i bëjmë vetëm me mjek të rinj që akoma nuk kanë ikur, prandaj edhe ne si federatë dhe unë personalisht si Auror e quaj si një ndër prioritetet kryesore për të punëve vullnetare të shoqatave të ndryshme. Ne jemi si mjek mbase shoqata e vetme e regjistruar jo fitim prurse në nivel evropian, uroj që të na pasojnë sa më shumë të tjerë të zhanrit ton, sa më shumë shoqata mjekësore, që të punojmë të gjithë bashkarisht, që si këto brezin e ri ta bindim që ja vlen të investosh, ta nisësh karrierën në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, sepse edhe në fshat kur punohet dhe shteti, kur e detyron në dhe shtetin që edhe aty ta japi rrogën e mirë, ta japi specializimin, atëherë jam shumë e bindur që nuk duan të gjithë të punojnë në metropole ku stresi është maksimal, por duan të gjithë të shkojnë më mirë aty ku ajri është i pastër, ku stresi është i vogël, ku ke disa pacientë që falenderojnë 100 herë që ti po i viziton dhe nuk të shajnë 100 herë sepse ti vajti me vonesë sepse kishe shumë bingarkesë.
Pra mendoj që cilësia e shëndetit psiqik që e nisëm këtë emision është akoma më e lartë në zonat rurale, larg trafikut, larg zbogut të qyteteve të mëdha. Prandaj këtë ne duhet ta shpjegojmë mjekëve të ri, studentëve dhe qytetarëve që mos të braktisin zonat rajonale dhe në qoftë se sistemi shtetëror nuk ndihmon në këtë pikë të bëhet presioni i nevojshëm si civilista që jemi, si shoqata jo filtipruese, që si të mos braktisim fshatin shqiptar, qytetarët e zonave rurale, sepse edhe ata kanë nevojë për shëndet. Shumë e rëndësi ky fakt, Aurora, e shoh në Maqedoni, por edhe në vise tjera shqiptare që ka shumë problem në këtë aspekt dhe siç the ti është vetë tani o situata alarmante, por kur mendoj për 5 vite apo për 10 vitet e ardhshme më duket se do përkeqësohet situata edhe më shumë. Edhe do bëhet vërtet problem shumë i madh për njerëzit që jetojnë atje. Do do kalojmë edhe njëherë në kohën e shekullit të 18 ose 19 në botën shqiptare ku s'ka pasur mjek në zonat rurale. Ndoshta kthehemi prapë në atë kohë. Por si the edhe ti, ta përmbyllim me diçka pozitive, me që filluam për shëndetin mendor dhe që edhe shikuesit dhe ndjekësit e podcastit të kenë edhe një mesazh pozitiv për ta përmbyllur podcastin. Çfarë janë planet konkrete të Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë, pra të shoqatës që udhëhiqni ju, për të përmirësuar situatën e studentëve të ri, apo planet konkrete, siç është edhe konferenca në Tiranë, ka plane tjera dhe ku mund t'ju ndjekim juve të interesuarit ose si duhet t'ju kontaktojnë juve një student i ri për ndihmë apo për udhëzim apo për të bërë pjesë e shoqatës së Federatës së Mjekëve Shqiptar? Ne arbër e kemi rrugëtimi jon, unë mendoj që të pak derisa dalu në pension ose shumë preza që do më pasojnë të jenë mjek, do e vazhdojnë këtë mision, sepse mendoj që është një mision që të shoqëron gjithë jetën, përsa kohë që nevoja është gjithmonë e pranishme, pra gjithmonë ka nevojë për njerëz që janë human, që japin atë shembullin që mos u shikojnë vetëm shtëpia brenda që themi neve dhe nuk më intereson se çfarë ndos tjetrit, sepse atë fat që ka komshiu, që ka shoku, shoqja, familjari jon i afër mund të na ndodhë dhe ne në përsa kohë që mendojmë vetëm egoizëm për interesin ton. Unë jam e bindur që duke dhënë ne marrim ana shpirtërore shumë herë më tepër, sidomos kur e kemi dhe fuqinë që t'japim, qoftë edhe nga ana e njohurisë, qoftë që kemi një farë fuqie ekonomike. Më besoni për ata që nuk e kanë provuar ndonjëherë, përpiqem të ndihmoni një student, një mjek të rinj që nuk di se ku të shkojë kur vjen ndonjëherë në këto rrugët e Europës ose është në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni dhe ka nevojë për suport me certifikime, për ato kreditet, për specializimet. Momentin që merr një falënderim dhe një buzëqeshje, një përqafim të sinqert nga këto njerëz, ti je motivuar të vazhdosh për shumë vite këtë detyrë dhe unë e përjetoj çdo herë. Prandaj kur vete në Tiranë për shembull javës tjetër, e di që do lodhem shumë, do kemi një program shumë të ngjeshur me gjithë mjekët që po na vinë nga Europa, me gjithë ato që do takojmë atje që po na mikpresin. Po vinë ekstra arbër, po vinë e kemi do vinë 2 autobusa, vinë vetëm studentë nga Prishtina. 2 autobusa i kanë programuar studentët dhe kanë marrin dhe mjek me vete, do vinë nga Tetova, kryesisht në Tetovë kemi degën e studentëve. Pra ne rrjetëzimin e kemi tashmë të ngritur, të gjithë kanë informacionin ku të na gjejnë në rrjetet sociale, mjafton ta googullosh Federata e Mjekëve Shqiptar në Europë dhe ti e gjen në të gjitha rrjetet sociale dhe në website-ën tonë zyrtare informacionet se ku janë aktivitetet dhe që i bëjmë rregullisht. Nga Tirana ne e kemi pasaj rrugëtimin, do jemi në Poloni, kemi një komunitet shumë të mirë në Poloni, je shumë i ftuar arbër, meqense e kemi Polonin afër, të na bashkohesh. Do jemi në Varshavë, ku në atë ambientin e ambasadës tonë aty së bashku me komunitetin tonë të mbajmë konferencën e radhës, të rrjetësojmë mjekët shqiptar të gjitha trevave që janë në Poloni. Vitin e kaluar kemi qenë në Amerikë, vitin tjetër do shkojmë në Kinë, në Hong Kong. Pra rrugëtimi jonë si në të kaluarën në këto po quaj 20 vitet e fundit edhe në ato që do vinë,
nuk ka të ndalur për faktin që është një punë, sikundër puna e mjekut, puna e të ndihmuarit nuk është se e mbarojmë dot punën me sot. Do ketë gjithmonë nevojë dhe unë jam e lumtur personalisht që kam mundësi të kontribuoj për një gjë të madhe, një gjë që i jep energji pozitive të gjithë atyre që na ndjekin, që na dëgjojnë, që edhe pacientët shqiptar ku dëgjojnë që ka mjek që sakrifikojnë nga rroga e tyre personale, nga jeta e tyre familjare për të na ndihmuar ne, për na dhënë një informacion, mendoj që kjo e ngro zemrën e secilit prej nesh dhe thotë që ja që nuk është vetëm leku, nuk është vetëm pushteti, nuk është vetëm ajo të qenë sipërfaqësor që në rrjetet sociale duhet të bëj buj, por duhet ndonjëherë dhe sindroma e Nën Terezës të jetë trendi dhe aktuale dhe të rinj të kenë qejf të jenë Nën Tereza se sa të jenë diçka tjetër nga ato të rrjeteve sociale që nuk duam t'i përmendim. Vërtet ashtu, ndoshta ai do ishte Nën Tereza një shembull që do bëjë një influencë shumë më të madhe dhe shumë më të mirë, shumë pozitive për njerëzit, jo influenca që i marrin nga rrjetet sociale që na kthejnë ndoshta ndonjë rrugë çorri ti themi dhe që s'mund të kthehemi pas nga ajo. Shumë faleminderit Aurora për bisedën. Ishte vërtet një shumë bisedë që më hapi edhe mua horizontin dhe më dha edhe mua ndjenjën, siç the edhe ti, që të influencohem edhe unë nga Nën Tereza dhe nga puna që bën ti, që t'jesh edhe unë më vullnetar, të angazhohem edhe unë më shumë për të ndihmuar ata që janë në nevojë. Shumë faleminderit për punën që bën Aurora dhe shpresoj të takohemi sërish. Të falenderoj dhe unë ty Arbër, sepse edhe ti na ke ndihmuar te federata, qoftë në Bonn kur kemi qenë herën e fundit, na kemi pritur, na ke shoqëruar me profesionalizmin tënd si gazetar, si monitorues të procesit aty te Universiteti i Bonnit, me një dashuri shumë të madhe, dhe në këtë pikë dua të them që edhe ti je një shembull që brezi jot, se ti je një brez më i ri se sa unë, të ndjekin të bëhemi si Arbëri, të jemi njerëz të cilët që janë të hapur të mësojnë çdo ditë. Nuk është turp të mësosh, turp është thjesht të mbetesh në atë të voglën tënde, në atë egoizmin tënd dhe pa dijen tënde. Prandaj mendoj që ky podcast që ti ke të bëhet gjithnjë më i gjerë, më i hapur tek populli shqiptar, sepse për shembull pozitiv kemi më shumë nevojë se sa kur. E vërtet ashtu, edhe e mbyllim edhe me këtë mesazh pozitiv Aurora për sot dhe shpresoj të takohemi sërish prap. Faleminderit shumë për kohën. Shumë kënaqësi, miru takofshim. Miru takofshim.